Dëgjoj, unë nuk thash në asnjë moment që unë Po, ama unë s'po thoja dot asgjë, aq keq sa u ndjeva. Se me vërtet edhe kur ta kam thënë, ta kam jam mundu me ta thënë me stil, se nuk normalisht jo t'i jap zë kësaj gjës. Por jam e çu e para këtu që kam mbrojt të drejtat e vajzave, se si vajza duhet vendosi vetë mos ta tërheqë një mashkull nga hunda. Jam të thash, jo më ta shesi dikush. Ka një herë fjalë dalin prej kontekstit, edhe keq interpretohen publik, se kur punon në media dhe e di sa fjala e sa musafiri tam është keq interpretuar. Unë po mendoj që je prap një prej atyre, por unë e di edhe sa të mirë janë njerëz të mirë ditës, se edhe vetëm ki tregu tani, kështu që e di që kanë me të mirë kuptu. Kjo është fjalë kushdo që e ka thonë ose ka do që ka dalë, nuk i përfaqëson ata, that's it. I kërko falje, unë njerëz të mirë ditët dinë edhe me falje dhe me i pranu këto gabime që i bën njerëz. Sidomos ti që je një 23 vjeçare. Po jo, zota ju se fikoj Që fare. tash jetu i ngjit hapat e tu në botën publike edhe e ndjen peshën e fjalës pak më shumë. Ua. Nuk ta shpjegoj do sa keq ndjen. Thjesht marrë simsim që fjalët kanë peshë edhe mujnë me prek njerëz, kështu që it's okay. Edhe vajzës nuk e kam thënë, okay, e kuptoj që varet ta. Nëse ban paralelizëm se është okay.